Të shkoj pak tek zonja Lea Ypi. Profesoresha e marksizmit në Londër ka ardhur në Shqipëri dhe është larguar me një shkrim në të cilin ka shprehur indinjatën e saj. Duke qenë se unë jam njëri nga njerëzit që e ka komentuar praninë e saj në Shqipëri shumë shkurt, e kam komentuar praninë e saj, e ndjej të nevojshme të jap një shpjegim të shkurtër lidhur me zonjën Ypi për deklaratën e saj. Zonja është larguar dhe ne kemi thënë gjatë këtyre ditëve, në qoftë se ka ardhur për të bërë vegële Edi Ramës për kryeministre, duhet na tregoj planin e saj. Në qoftë se do të bëj debat filozofik dhe politik, bujrum le ta bëjmë në mënyrë të edukuar dhe të qytetëruar siç meriton. Lea ka bindjet e saj, unë nuk do diskutoj bindjet e Leas, sepse Lea është pjesë e bindjeve, ajo tha jam majtiste, noliste, është profesoreshe e marksizmit dhe nuk del dot nga narrativa e të majtës botërore. Kjo është normale, por nuk është këtu problemi. Problemi është që Lea, profesoresha, është larguar me një stil shumë dinak dhe me një goditje poshtë brezit, sepse tha baltën dhe lumin dhe llaçin e thashethemeve dhe të konspiracionit politik, geopolitik, ti lash në derë, i thot Lea Shqipërisë, jo shqiptarëve. Dhe mua nuk më pëlqeu që zonja Ypi ja la me ironi Shqipnisë baltën që ja hodhën asaj, ta hidhte ne, ose t'ja hidhte atyre. Në qoftë se ajo është ndjerë e përbaltur sepse e kanë gjuajtur me balt dhe me llaç, kjo ka ndodhur për arsyen e thjeshtë se zonja Lea është gjendur në krah të llumit këtu në Shqipëri në shëtitjet që ka bërë. Kur ka dalë dhe ka bërë ato intervista që i ka bërë tek penxheret mediatike më lum që ka Shqipëria. Ndaj, zonja Ypi nuk e meritonim ne shqiptarët, aq më pak Shqipëria, një ironi idhnake të mbushur me sarkazëm filozofike të dalë era, që i ka dalë era, e prishur, e paruajtur. Në qoftë se jeni paragjykuar, zonja Ypi, jeni paragjykuar jo sepse jeni komuniste, as sepse jeni noliste, jeni paragjykuar sepse populli shqiptar e nderuar zonja Ypi ka nuhatjen më të fortë se e qenit dhe së të ujkut. Dhe nga që është kafshuar gjatë nga soji bolshevik, e nuhat rrezikun e ujkut 200 kilometra larg zonja Ypi. Shqiptarët ju pan në krah të baltës, tek televizionet e baltës, tek portalet e baltës, dhe ju në një përplasje, hatërmbetje me popullin tuaj që na ndodh të gjithëve. Edhe unë mërzitem me shqiptarët her pas here, me popullin ton. Ne shahemi dhe pështyhemi shpesh mes njëri tjetrit, por ju, zonja Ypi, e lat në derë të Shqipërisë baltën, llaçin dhe pislëkun me të cilin ju kanë goditur. Nuk ka rëndësi kush e sponsorizon, dihet kush e sponsorizon. Dhe ne nuk e sham, as e ofenduam, mund ta kenë bërë të tjerët në rrjet, por unë flas për veten time. As një ofendim s'ka dalë. As një sharje, as një balt, por në qoftë se pyetjet tona, dilemat tona, ju i trajtoni si balt, kjo ka problem, kjo është një problem që lidhet me ju, nuk lidhet me ne. Ne do të bëjmë pyetje zonja Ypi, sepse si profesoresh e marksizmit dhe si një majtiste noliste që jeni,
ashtu si që jemi shprehur, ne kemi krijuar reflekse nga dhimbjet. Jeta na ka shkaktuar dhimbje historike që na vijnë nga bolshevizmi i kuq. Zonja Ypi, dhe ky popull lëviz me reflekset e dhimbjeve, të cilat shpesh herë dalin nga koshienca ashtu me rrëmuj, me balt dhe me llaç. Sepse koshienca, kur është e rrëmujshme, kur është e rrahur, kur është e keq trajtuar, siç është keq trajtuar ky popull në 2 faza, 50 dhe 30 vjet, 80 vjet, nga lufta e dytë botërore, zonja Ypi, ky popull në koshiencën e tij dhe tek nënshtresat e tij të vetdijes ka një rrëmuj të madhe dhimbjesh e cila sapo i shfaqeni ju në krah të qarqeve majtiste të Tiranës, të Edi Ramës dhe të zarëve të tij në media dhe në portale, ju, zonja Ypi, si filozofe që jeni, mund ta kuptoni mirë këtë që ju them. Ju keni zgjuar dhe keni ngacmuar të gjitha frikrat e akumuluara tek nënshtresat e tyre të vetdijes politike, të vetdijes kombëtare dhe të vetdijes së tyre kolektive historike. Sepse ky popull, zonja Ypi, ka kujtime të tmerrshme nga bolshevizmi dhe nga dogma dhe nga bindjet tuaja sado elegante qofshin ato, apo sado të veshura me tantellën e ironisë therse, tallse dhe poshtruese. Këtë buqet tallje dhe hidhnije mund ta hidhje tek fytyrat tona, por mos ja lije në dorë Shqipërisë, zonja Ypi. Shqipnia është e pafajshme, zonja Ypi. Shqipnia është vetëm objekt përdhunimi nga ideologjitë perverse, prej të cilave burojnë shumë nga botë kuptimet tek të cilat besoni edhe ju, zonja Ypi, si majtiste e betuar që jeni. Ndaj, Shqipnia është e pafajshme, hidhnin tuaj, dëshpërimin dhe zhgënjimin tuaj të madh. Kur erdhi sinjali nga kupola e planetit që kjo është jashtëloje dhe nuk është kandidati e duhur, ju shpërthyet në mllefin tuaj ndaj Big Brotherit shqiptar, populli ka dhimbje të mëdha, zonja Ypi. Populli nuk jeton në Londër i gjithi, as në Paris, as nuk jeton dot tek horizontet e pafundme të imagjinatës së shkaktuar dhe të ngacmuar nga filozofitë më të mëdha të kohës, tek bota e cilëve, nga bota e cilës ju vini. Mundeshe baltën dhe lumin ta hidhje tek fytyra jon, ne që të sham, apo ne dhe ajo pjesë e shqiptarëve të cilët prej të cilëve u ndjeve e prekur. Shqipnia nuk e meritonte, Shqipni ta lash në derë baltën tënde, shkruan zonja. Shqiptar. Ne kemi falë Konicën kur tha shqiptar. S'ka lënë gjë pa na thënë Konica. Pa e kishte nga rebelimi, nuk e kishte nga urrejtja për ne. Edhe unë ndoshta do ma falin shqiptarët kur kam qenë ndonjëherë me nervo. Do ma falin kur kanë qenë i rebeluar, kur kam fol keq, kur kam fol ashpër, kur kam fol rënd, kur kam fol atë që s'duhet thënë. E kam bë nga dashnia. Ose e kam bë sepse nuk kam mujt me e kontrollu veten. Ne jemi njerëz, jemi gabimtar, jemi mëkatar. Dhe kush nuk ka bërë mëkat të hedh gurin i pari.
jemi të gjithë më katë. Kjo lloj supermacie idhnake e hedhur ndaj Shqipërisë nuk e meriton Shqipënia, zonja Ypi. Ne shqiptarët mbase e meritojmë, sepse ne jemi një popull, zonja Ypi, që po kalojmë një traumë kolektive të tmerrshme. Këtë traumë, zonja Ypi, e ka shkaktuar një ideologji gjakatare, nuk po them që është e njëjta me atë që besoni ju, por pa asnjë diskutim, që ideologjia gjakatare që ka shkaktuar këto trauma psikologjike, masive, kolektive, tek populli yt që të ka hedhur balt, e ka burimin e frymëzimit të njëjtë, të ngjashëm ose paralel me burimin e frymëzimit nga ku frymëzohet ideologjia juaj majtiste noliste. I bëj ftesë që t'jetë më e qetë dhe t'i kthehet botës së saj dhe të mos tentoj të hyjë në zonat e rrezikut të madh. Dhimbja e shqiptarëve e shkaktuar dhe traumat e tyre të shkaktuara nga ideologjia komuniste 80 vjet. Është një zonë e shkatërimit masiv. Është një zonë e vijave të kuq. Kush hyn aty nuk i dihet se si del nga aty. E megjithatë, në qoftë negative, ajo është një faturë që duhet ta paguajnë shqiptarët dhe jo Shqipënia, në derë të së cilës ju e hodhët baltën. Nuk shëmbet bota se ju nuk u bët kryeministre. Ju jeni e re dhe mund të bëheni në të ardhmen. Në të ardhmen ndoshta ju filozofët ndryshoni dhe bot kuptime për jetën, për parimet, për bindjet politike, për filozofinë, për sociologjinë, për psikologjinë, për dinamikat kulturore dhe sociale të popujve, për dinamikat gjeopolitike, e kështu me radhë. Kaq kisha bezonjën.